Kur Washingtoni dhe Teherani arritën papritur një armë pushim, vëmendja globale u zhvendos drejt Pakistanit. Jo organizata si NATO apo OKB, por generali i kthyer në Marshall Syed Asim Munir Ahmed Shah u shfaq si figurë kyçe në ndërmjetëzim. I konsideruar nga kritikët si figurë diskutueshme, Munir arriti aty ku diplomacia ndërkombëtare kishte dështuar për vite. Roli i tij lidhet me pozicionin unik të Pakistanit, një shtet i brisht ekonomikisht, por me lidhje të hapura me shumë aktor global. Kjo i jep mundësinë të komunikojë njëkohësisht me palë që zakonisht nuk dialogojnë mes tyre. Në skenën ndërkombëtare, ai ka ndërtuar marrëdhënie si me administratën e Donald Trump, ashtu edhe me figura si J.D. Vance, ndërkohë që ruan kontakte me diplomacinë iraniane. Ky balancim nuk buron vetëm nga ambicia diplomatike, por nga nevoja strategjike. Pakistani ndan kufi me Iranin dhe përballet me sfida të përbashkëta sigurie. Gjithashtu, ndikimi i Kinës, që ka investuar miliarda në Pakistan, dhe lidhjet ekonomike me vendet e gjirit, e detyrojnë Islamabadin të ruajë ekuilibër të kujdesshëm. Në këtë kontekst, ndërmjetësimi i Munirit ishte më shumë një domosdoshmëri se sa zgjedhje. Në fund, rasti tregon se në politikën globale, edhe një shtet i dobët mund të marrë rol vendimtar. Duke lundruar mes interesave të fuqive të mëdha dhe tensioneve rajonale, Pakistani u kthye në një ull komunikimi, ndërsa Munir dëshmoi se ndikimi nuk vjen gjithmonë nga forca, por nga aftësia për të lidhur palë kundërshtare.